Në vendlindjen e Donika Gërvallës, komplet dega e partisë guxo jep dorëheqje. Veprimet e lëvizjes vetëvendosje i kanë quajtur tradhti e pastër. Kryetarja e degës së guxo në komunën e Deçanit, Rabie Haklaj, ka njoftuar se bashkë me kryesinë e kësaj dege kanë dhënë dorëheqje nga të gjitha strukturat e partisë guxo. Kështu duke bërë dorëheqje kolektive dhe të parevokueshme të degës në Deçan. Ajo ka bërë të ditur se që nga themelimi si lista Vjosa nga presidentja Vjosa Osmani, e më pas si partia guxo, ata i u bashkuan këtij projekti politik me orientim rrugovian dhe pro-perëndimor, duke punuar me sinqeritet për fitoret e koalicionit dhe bashkëqeverisjen me VV-n. E sipas Haklajt, zhvillimet e fundit i kanë zhgënjyer dhe i kanë indinjuar. Kështu veprimet e lëvizjes vetëvendosje i kanë quajtur tradhti e pastër. Ajo tha se zhgënjimi u shtua edhe në momentin kur partia guxo nuk i dha mbështetje presidentës Osmani, ndonse ajo ishte themeluesja e saj. Gjithashtu ajo përmendi edhe shkelje statutare të nenit 15.2, që lidhet me kompetencat e Këshillit të Përgjithshëm për çështje me interes të veçantë kombëtar. Ajo ka falendëruar të gjithë bashkëpartiakët për bashkëpunimin. Ndërkaq i pari ai që nisi dorëheqjen ishte deputeti Haxhi Avdyli, ndërsa dorëheqjet nga kjo parti ende po vazhdojnë.